Atëherë nuk ka pas një kuptim negativ për marksizm-leninism. Ne, si organizat që pretendonim të bashkohemi me Shqipërinë, nuk mund të zgjidhnim një ideologji tjetër përveç asaj që e kishte Shqipëria. Sot në bindje duket sikur i përkisni diçka që është demonizuar, sepse në perspektivën e sotme marksist-leninist i bjen keq diçka. Sepse për atë periudhë kohore marksist-leninizmi ka qenë një frymë që është mbështetur sidomos në këtë pjesë të botës. Si ishin bindjet në atë kohë dhe kishte organizata të tjera që vepronin, zoti Lusha? Po ngjarjet shpjegohen në bazë të kohës kur janë zhvilluar. Atëherë nuk ka pas një kuptim negativ për marksizm-leninism. Aq më tepër kur Shqipëria kishte një ideologji të tillë, një ideologji marksiste-leniniste. Dhe ne, si organizat që pretendonim të bashkohemi me Shqipërinë, nuk mund të zgjidhnim një ideologji tjetër përveç asaj që e kishte Shqipëria, shteti am. Pra, duke pas parasysh fryma që përfatsohi në shtetin am, në Shqipëri, ideologjia ishte të ishim njëjtë si ata që në momentin e bashkimit të kishim një frymë ideologjike me cilën do të bashkoheshim. Një ideologji, ashtu si e ka shteti shqiptar, do ta kishte shteti i bashkuar shqiptar.